Një prej problemeve shoqërisë tonë. Do thënë edhe kur them shoqërisë tonë nuk e kam për një territor caktuar, për çdo kufi artificial, por shqiptarët kanë një problem, vetbesimin e tepruar. Edhe kjo është gjë që duhet të punojmë me emergjencë. Për shembull, njëri i cili ka të kryejë me shkollën e mesme veç, është në gjendje ja jap vetes drejtën me polemizuar historikun e majtë për pak titullin doktor shkencë. Një njerëz është në gjendje me ta vlerësu këtë akademinë e shkencës, më thonë zbojnë këta në këtë vjetër, në film, më fal, çka ke kryt. Ose mësaj ka njerëz që thonë dëgjom ti mua, unë kështu. Mirë, unë tash kam një titull dhe kam një rating publik, çka ke ti? Ja të thotë për shembull, jo, po në shkollë mes me kom të kryer, e mirë. E kupton rregullën bazike. Rregulla bazike e njerëzve është që mos ndëgjoj këshilla prej atij që s'do ta jetosh jetën e tij. Fiks. Ti duhet me prodhu diçka të suksesshme që të nifësh në publik, që pastaj unë me ta vënu veshën me thonë ka dalë se ka prodhu diçka dhe duhet dëgjohet këshilla e tij. Por njëri ja partikulum zë me shkujt shqip. Ta bën për shembull ja 3 fjali të shkume 18, 20, 30, 50 grabimet gramatikore, nuk e njeh, nuk ka prodhu diçka në jetën e vet dhe mendon që mundet me ta me gjetë gabimet dhe me rekomandu edhe krejën e partive politike, shtetet. Po kjo fatkeqësisht nuk po ndodh veç te këto rastet e përveçme. Jo, absolutisht. Ne po e shohim po hasim te gazetarët me mezae të njerëz të cilët kanë grada të larta, po sërish tani edhe unë për shembull derisa kam marrë të titulli i fundit unë edhe pse kam pas ato masterin e këto në raport me dikush që ka qenë akademik ose profesor doktor, edhe nëse kam dyshu dikun që e ka, më thonë prit heshtë se ka disa një pjesë shkollimit më shumë se unë, ka më shumë vjetë, ka ndoshta informatë të cilët... Duhet di diçka për te asaj që dhe tani kur ka marrë deri në pikën, në shkallën e fundit të arsimit, atër unë kam jap vetes drejt me polemizu dhe me njerëz që janë më të vjetër se unë në moshë për niveli shkollimit të njësoj.